6 emra ju vun para e veç 2 kanë për të zgjedhur. Benina Kusari me 9.7, Emine Abdyli Pozhari me 9.7. Me styre deputetët votojnë ata që do të bëhen antar të gjykatës kushtetuese në proces të fshehtë. Në 3 raunde në kryesim qenë 2 gra. Emine Abdyli Pozhari 60 vota, Jorida Gjafa e gjatë 3 vota. Por vendimi se kush do ta marrë pozitën do të mirët vesh tek në ciklin tjetër. Ka gjatë paraprakisht procesi nuk shkoi kur votu kërkua për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit në kuadër të forcave ndërkombëtare stabilizuese në Gaza. Dërgimi i FSK-s në këtë mision përfshin pjesëmarrjen e personelit të FSK-s në kuadër të komandës së unifikuar të forcës ndërkombëtare stabilizuese, e cila për mision ka të mbështesë zbatimin e planit gjithëpërfshirës për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza. Për këtë mision u tha se ministria bëri krejt përgatitjet që duhet.